Lufta e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit me Iranin është duke lënë shenjë në gjithë botën dhe pasojat do të mund të vërehen me vite. Nafta vën në lëvizje pothuajse gjithçka, prej fabrikave që prodhojnë telefona tuaj deri te kamionet që ua transportojnë ushqimin. Momentalisht i gjithë sistemi është nën presion. Sulmet në përlinjet të mesme kanë dëmtuar infrastrukturë të rëndësishme të energjisë, fushat të naftës, rafineri dhe terminale të eksportit. Për të riparuar, do të duhen vite. Çmimet e energjisë janë rritur dhe efekti do të jetë zinxhiror. Në Gjermani, inflacioni po rritet sërish për shkak të rritjes së çmimeve të energjisë. Sri Lanka i ka rritur çmimet e energjisë për 40% dhe i ka shkurtuar ditët e punës për të ruajtur rrymë. Egjipti ka urdhëruar mbylljen e bizneseve më herët se sa zakonisht për të zvogluar përdorimin e rrymës. Në përgjithë botën, qeveritë po i ulin taksat në karburante, po bëjnë thirrje banorëve që të punojnë nga shtëpitë, e madje disa po sugjerojnë edhe shmangjen e ashensorëve. A mund bëhet edhe më keq? Irani pothuajse e ka mbyllur ngushticën e Hormuzit pikë me rëndësi jetike dhe jo vetëm për energjinë globale. Industria petrokimike është goditur rënd. Fabrikat e gjysmëpërquesve dhe çipave varen nga heliumi, gazi lëngshëm natyror dhe alumini. Rajoni i Gjirit është shumë i rëndësishëm për prodhimin e plerave nga gazi natyror. Banka e Amerikës ka paralajmëruar se konflikti po kërcënon rreth 70% të furnizimeve globale të urrezë, një plek kyç, dhe çmimet tashmë janë arritur për 30 deri në 40%. Fabrikat e plerave në Indi, Bangladesh dhe Malezi nuk po pranojnë më porosi për të ulur prodhimin ose për të mbyllur krejtësisht për shkak të mungesës së lëndave të para. Nga Agjencia për Ushqim dhe Bujqësi e Kombeve të Bashkuara kanë paralajmëruar që nëse konflikti zgjatet edhe disa javë më tepër, furnizimet globale me ushqim do të preken ndjeshëm. Edhe kompanitë ajrore po paralajmërojnë për rritje të çmimeve të biletave. Ditë më parë, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë nxorri nga rezervat rreth 400 milion fuqi naftë në treg. Mirëpo analistët besojnë se kjo sasi është shumë e vogël pasi mbulon vetëm 20 ditë të ndikimit të luftës. Pra, edhe nëse lufta përfundon nesër, pasojat do të mbeten me ne.